Nga viti 2023-2024, në tregun ndërkombëtar aplikohen tani sistemet NFT. Është forma më e fundit e investimit të paras, si vlerë nominale. Dhe fitimet shtohen jashtëzakonisht lart. Ky treg, edhe pse njihet në rrethet ngushtë në Shqipëri, ka shumë pak informacion, por është një investim dhe krijohen fonde, të këto NFT krijohen fonde për të mbështetur artistë, shkencëtar, njerëz me influencë, njerëz sipërmarrës që këto para investojnë, i grumullojnë, investojnë dhe sigurisht kthejnë interesin pas. Shqipëria jemi në 2026 dhe akoma nuk diskutohet ndonjë temë për këtë, sidomos parlamenti duhet të jetë i pari pra baballarët dhe mamallarët e kombit. Ata vetëm shahen në rrifën, kurse nuk japin asnjë informacion për publikun e gjerë. Do të ndalemi në një korelacion që kemi ndërtuar rreth vitit 2022-2024, për sa i përket vlerës së munguar në qeverinë shqiptare, i këtyre transaksioneve të vlerës monetare që janë të mundshme sot në tregun ndërkombëtar. Pra rezulton, pavarësisht se janë vlera të matshme, qeveria shqiptare ka neglizhuar rënd, dhe neglizhimi i saj kap një vlerë 42%. Po të shikosh statistikat ekonomike të Shqipërisë në tërësi, sot nuk kemi njerëz të pasur që rrisin pasurinë e tij, por kemi vetëm një drejtim ku rritet kosta e jetesë. Dhe në një dekadë, 10 vitet e fundit, kemi arritur të jemi në top listat e rajonit për sa i përket rritjes së kostos së jetës në Shqipëri. Po jo për të ardhurat. Në qoftë se do të referohemi disa shifrave 25 vjeçare që ne kemi studiuar, Shqipëria ka një ndarje të pasurisë shumë të veçantë. Para 25 vitesh, 95% e pasurisë totale e Shqipërisë e kanë pasur vetëm 5%. Për 25 vjet, politika ka arritur që të rris pasurinë vetëm me 3%, pra në 98% pasurisë totale është katëndisur në 1.19%. Pra, pasuria e gjithë politika e qeverisë shqiptare, ka të gjitha krahat pa përjashtim, ka qenë regresive, duke transferuar pasurinë nga një individ apo nga disa individ të ndryshëm drejt një pakice individësh. Pra sot është shumë e vështirë të kesh një program apo të aplikosh një biznes në Shqipëri me këto të dhëna financiare. Kjo është diskutuar shumë në shumë forume, në shumë diskutime biznesi etj. Dhe është vështirësia më e madhe për të hyrë në tregun shqiptar sot. Patjetër këto shifra nuk i thot asnjë, po janë shifra reale dhe të certifikuara për Shqipërinë. Pra, nuk është rrit pasuria, zoti kryeminist Edi Rama. Nuk jemi më të pasur, po ajo që ka ndodhur është rritur kosto e jetesës. Kjo është vështirësia më e madhe që mund t'i shkaktosh një njeriu në një komunitet apo edhe një shteti në tërësi.